lejoni me disa fjalë të shkurta, disa pyetje publike për vlerim buxhetin dhe BDI-n. Ata para 4 viteve mund këtë mes, këti populli i premtuan spital, shkollë mesme, premtuan ujë, rrugë, ndriçime elektrike, punësime të reja, 100.000 punësime i premtuan. Asgjë prej këtive nuk ban dhe nuk realizuan, dhe këto ditë ene nalt poshtë në për Saraj si lavire të kërku për krahjen e kësaj populate. Ne ju themi se ata nuk kanë vend këtu në mesin tonë. Hajdutët, matrapazët dhe ata që trajtojnë dhe rejnë popullin e vetë nuk marrin mandatin ma asnjëherë ti populli. Kam dhe një pyetje publike për vlerim buxhetin. Pse ja fale territorin e komunës Sarajt, komunës Gjorçe? A e dini populli shqiptar këtive personeve si u thot, e sa të pash toptani. Nderuar kryetar, më lejoni me disa fjalë, disa definicione banorëve në vizita që kemi bën sipas agjendës shtabit dhe konstatimet e banorëve. Gjithë banorët që kemi vizituar ne sipas agjendës shtabit zgjedhor kanë një konstatim. Disa prej tyre më lejoni që t'ja u them këtu publikisht. Në një familje në vizit në fshatin Matk, një banor i fshatit Matk, një familje me prindi me di antar pa punë dhe një person smut, familje me smundje tran, konstatoi vetë, tha definicionin, neve në komunën e Sarajt nuk na trajtojnë as si banor të rendit dit, por as në grafën e të ndryshëm nuk na lanë vend dhe nuk na trajtojnë. Dhe tjetrin definicion e tha se në komunën e Sarajt, institucioni i Sarajt komunë është shëndru në apartheid kundër populatës së Sarajt. Një tjetër takim sot që kishim në fshatin Gërçes me disa banor, shkaku i bërllokeve, kanalizimeve pas zgjedhuna, ujësjellësit pas zgjedhun dhe rrugëve pa ndërtume, definicionin e dha kështu. Në udhëheqjen komunale, po t'ishte një shurdh me mec, dë ndëgjojke dhe dë shifke dhe punojke ma shumë se këta që shën tash. Dhe unë për fund, nderuar pranishëm, ju lusë dhe ju apeloj juve, që më 24 mars, dilni gjithë kështu si që jeni masovikisht, dhe të rrethoni numri 22 për qytet, për kandidatin për qytet, për barcin e listës qytetit Shkupit, për komunën e Sarajt dhe për listën e komunës Sarajt. Nëse dojmë që kjo gjendje të ndryshojnë në mënyrë shumë shpejt dhe përshpejtume, vetëm me dalje masovike me 24 mas, rrethimin e numrit 22, dhe ndryshojnë me automatizëm gjendje shqiptarëve në Maqedoni. Duke përfunduar me lutjen që Zoti t'ju jep shqiptarëve sytë që t'i shofin njerëzit e aftë PDSH-s dhe t'i rrethojnë, t'i ndjekin ata, që na jap zemrën dhe guximin për t'i luftuar të keqen prej mesit tonë dhe t'a përjashtojnë prej neve. Që jap shpirtin shqiptarëve që asnjëherë nuk do t'a lëshoj shpresa për të luftuar për ditë më të mira. Zoti ju bekov gjithëve. Të nderuara motra dhe vëllezër, ju falenderit për këtë prezencë masive sonte në Saraj, dhe kjo prezencë masive është selami më i mirë që mund t'i dërgohet sekretaricës së Ali Ahmetit, Artan Dilberi. Saraj dhe Kondova nuk votojnë Artan Dilbera. Saraj dhe Kondova nuk votojnë spionin që e tradhojnë tribunalin e Hagës, zotin Ramush Haradinaj. Saraj dhe Kondova besoj se gjithë Shkupi nuk do t'a votojnë njeriun që i morin qaf 3 shqiptar në kalat Shkupit. Ti dhe shoku it Izet Mexhitovsi që 3 dit keni him birt miut dhe i frikojni Nikola Gruevskit.
mundoheni me palavrat e juaja të na shitni mend, ashtu si sot tentuat të shkonin Radush dhe të shoni lule para përmendorës. A nuk ju shkojnë ndërmend rrugës për Radush të ndalni te monumenti tradhtis juaj në vendin ku ju ekzekutuat Harun Aliun me shok? Nuk kanë më shqiptarët gjak për ju. Mjaft 10 vite vetëm gjak derdhin që ju të rinin pushtet. As një punë të hajrit nuk po bëni për shqiptarët. Për këtu në Saraj, të nderuar vëllezër, ata thonë se do t'i bëjmë projektet, shkollat, sheshe, lloj premtime, po ma mirë këtë shesh duhet që ta mirëmani, leni shesh tjetër. Ku e keni shkollën e mesme në Saraj? Ku e keni fakultetin? Ku e keni komunën që premtuat të ndërtoni? As një punë nuk keni bë dhe tash në rreni se për 4 vite të ashme do të bëni ndonjë gjë. Këtu në Saraj dhe gjithandej vetëm Partia Demokratike Shqiptare është ajo parti që punon për shqiptarët. Andaj në fund, ju luz vëllezër, kështu si jemi, bashkë me familje tona, me 24 mars, dalim dhe të votojmë Partinë Demokratike Shqiptare dhe Partia Demokratike Shqiptare të fiton në Shkup e në Saraj. Zoti na ndihmoft. Faleminderit. Faleminderit shumë. E kam pa tjetër të them se është një emocion njerëzor. Ka po shkoja sidomos në Saraj, po më duket se po i kthej teritoret e okupuara që i kanë okupu para 10 vjetëve. Çlirimtarët e rejshëm, shërbëtorët e Maqedonasve, të cilët na mashtruan para 10 viteve se na çliruan, kurse sot legjitimojnë dhunën, legjitimojnë turpin dhe legjitimojnë masakrat dhe aktet kriminale që i bën qeveria e Gruevskit. Të nderuar banorë të Sarajt, ju jeni shumë shqiptar, numër i madh i shqiptarëve. Këto zgjedhje janë jashtëzakonisht rëndësishme për shqiptarët. Ju keni një obligim kombëtar që me votën pro Hasbi Nureddinit dhe PDSH-s ta lidhni Shkupi shqiptar me Tetovën si digë fort, si pende fort. Ju e dini se Partia Demokratike Shqiptare tashmë definitivisht do të korë fitore të thellë në Tetov, në Saraj, në Shahir, në Karadak, Lipkov dhe deri në Strug me kandidatin favorit absolut Zjadin Selën. Të nderuar vëllezër, kemi obligim që të flasim me njerëzit cilët vazhdojnë të kenë dilema. Duhet të kenë parasysh se këto zgjedhje kanë rëndësi brenda kombëtare për shqiptarët këtu, po kanë rëndësi edhe gjithë kombëtare për Shqipërinë dhe Kosovën. Sigurisht jeni bindun, Shqipëria dhe Kosova kërkojnë një vot anti-qeverisë Gruevskit dhe Ali Ahmetit. Dhe ne do të bëjmë këtë, po të njëjtën kohë t'jeni të sigurt se edhe Brukseli edhe Washingtoni presin pej neve shqiptarëve të Maqedonisë votën anti-Ali Ahmetit dhe Gruevskit. Kjo është beteja e vërtet kombëtare që ne e kemi këtu. Njerëzit të cilët i kanë mbyll gojat, i fyn dhe i ofendon pa ndërprej Gruevski, u thot se se ne merr një Kërçovën, u thot se su lejoj mat vjedhni vota, vazhdojnë të heshtin. Ata cilët shesin vendlindjen e vetë, si Ali Ahmeti Kërçovën, nuk kanë çka të kërkojnë vota në Saraj, në Shkup, në Shahir, Tetov, Gostivar, Dibër, Strug. Unë ju premtoj se kjo do t'jetë rikthimi i fitores madhe të PDSH-s. Rikthimi i PDSH-s në qeverisje dhe atëherë t'jeni sigurt. S'ka kush në ndalë ta fitojmë edhe Kërçovën dhe ta bindin gjithë kënd se këto toka dhe këto teritore
gjithmonë kanë qenë shqiptare dhe gjithmonë do t'jenë shqiptare. T'jeni të sigurt me votën që do t'ja jepni Bekim Fazliut për kryetar Shkupit dhe Azbinerit Nurettinit, ju do të bëni punë të hajrit për gjithë shqiptarët, edhe për shqiptarët në Velez, edhe për Manastir, edhe për Pres, edhe për vende tjera. Ju lutem, ne kemi një obligim të madh kombëtar. Ti ndëshkojmë këta gënjeshtar, po kërkojnë vota halal me punë haram. Ata motën e tyre e kanë, ne bashkë ndërtojmë. Ju më mirë Shkup e dini se ata kanë ndërtu vetëm kisha, Luana, kafsh, dhe prej 800 milion eurove që janë investu Skopje 2014, asnjë metelik nuk është investu në komunën Sarajt, e cila bën pjesë në qytetin e Shkupit. Ju lus për një angazhim të jashtëzakonshëm. Ju lus që të bisedoni me njerëzit, ne keni sigur do fitojmë dhe do të dalim faqe bardhë. Suksese, faleminderit.